Arbian Mazniku, ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor dhe drejtues politik i qarkut Elbasan, ka dëshmuar për më shumë se 4 orë në prokurinë e Tiranës lidhur me hetimet dhe shpërdorim detyre. Ky hetim është hapur pas një kallëzimi të bërë nga Belind Kılliçi në kohën kur ai garonte në postën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, duke denoncuar një tender të dyshim për asfaltimin e rrugës Xhon Belushi. Asfaltimi u krye në një periudhë kur tenderi ishte ende i hapur dhe nuk ishte shpadur ende një kompani fituese. Ky veprim ngriti dyshime për abuzim me procedurat dhe u anulua pas denoncimit. Në hetim është vënë gjithashtu edhe administrata e bashkisë, pasi ka rezultuar se Arbian Mazniku, në cilësinë e nënkryetarit bashkisë në atë kohë, ka qenë autoriteti kontraktor i këtij projekti. Sipas informacionit të siguruar nga burimet pranë prokurisë, Mazniku është thirrur për të sqaruar detajet mbi rolin e tij në procesin e tenderit dhe për të dhënë shpjegime lidhur me procedurat e ndjekura. Hetimet kanë treguar se tenderi u anulua për shkak të abuzimeve të mundshme, por tashmë janë në proces analiza dhe verifikime për të zbardhur çdo shkelje të mundshme të ligjit. Po ashtu, prokuria është duke shqyrtuar mundësinë e kalimit të dosjes në SPAK për kompetencë më të specializuar, pasi ka disa indicie dhe ka prova që sugjerojnë mundësinë e kryerjes së veprave penale nga disa funksionarë të tjerë të administratës publike. Ky hetim ka ngritur pikpyetje mbi procedurën e ndjekur në Bashkinë e Tiranës dhe mundësinë e abuzimit me fondet publike, duke bërë këtë çështje të ndjeshme dhe me interes të gjerë publik.